Kulla mbretërore e orës në Mekë është një kryevepër e inxhinierisë. Përmasa 35 herë më të mëdha se Big Ben, ajo mban orën më të madhe në tokë. E ndërtuar me një kosto të vlerësuar prej 16 miliard dollarësh amerikan, ajo renditet në ndërtesat më të shtrenjta të ndërtuara ndonjëherë. Dhe me një lartësi prej 600 metrash, ajo vazhdon të përmbajë hapësirën e banuar, më të lartë të krijuar nga njeriu në botë. Kur e sheh kullën duke u ngritur mbi qytetin e Mekës, është e pamundur të ndihesh vërtet për masat e saj. Vendosur në cilin do qytet të planetit, nga Sydney në Los Angeles e deri në Paris, dhe kjo kullë ore do sundonte plotësisht horizontin. Edhe mes grupeve të dendura të rrokaqieve, masa dhe përmasat e saj do të tërhiqin vështrimin lart dhe do t'i bënin monumentet përreth të duken të vogla. Kontraktorë nga më shumë se 10 vende kontribuan në projekt, përfshirë një kompani gjermane që projektoi orën. Megjithatë, për shkak se vendodhja është në Mekë, shumë inxhinier dhe arkitekt nuk mundën të udhëtonin atje personalisht. Takimet, vizatimet dhe rishikimet shpesh duhet të zhvilloheshin në distancë, ndërsa ekipet lokale i zhduronin planet në realitet në nafate të rrepta dhe kufizimet të forta fetare. Në fund të fundit, vetëm muslimanët lejohen të hyjnë në qytetin e shenjtë. Disa pjesëtarë të fuqisë punëtore, përfshirë specialistë të xhamit nga Polonia dhe Gjermania, u konvertuan në islam për të mundur të punonin në projekt. Kjo është historia e jashtëzakonshme e mënyrës se si u krijua një nga rrokaqiet më unik dhe më madhështor në botë. Kulla mbretërore e orës në Mekë nuk mund të përshkruhet si thjesht një hotel. Ajo ndodhet në zemër të një prej qyteteve më të rëndësishme kulturore dhe fetare në tokë. Çdo vit, miliona muslimanë shkojnë në Mekë për të kryer një pelegrinazh të quajtur Haxh. Pelegrinët që kryejnë Haxhin rrotullohen rreth Qabes 7 herë. Është rrit i lartë që çdo musliman duhet ta kryejë të paktën një herë në jetën e tij. Ky vend i shenjtë është miravjet i vjetër, jashtëzakonisht i brisht dhe vazhdimisht i mbipopulluar. Dhe vetëm disa qindra metra më tutje përtej rrugës ndodhej Trualli, ku ishte planifikuar të ndërtohej ky hotel gjigant. Ky nuk ishte kurrë një kantier ndërtimi i zakonshëm. Logjistika, siguria dhe respekti për ritualet përreth formsuan çdo vendim, nga furnizimet deri tek oraret e punës. Turizmi fetar është burimi i dytë më i madh i të ardhurave për Arabinë Saudite pas hidrokarbureve. Ai shton rreth 12 miliard dollar amerikan çdo vit në ekonominë e mbretërisë. Si rezultat, Meka ka numrin më të madh të dhomave hoteliere në botën arabe, shumë përpara Dubait. Prandaj, nuk është as pak befasuese që një hotel kaq i madh u ndërtua pikërisht këtu. Për shkak të mjedisit ku ndodhej, ndërtesa duhet të ishte më shumë se sa një zhvillim i orientuar nga fitimi. Ajo kishte nevojë për një identitet shpirtëror. Projekti fillestar parashikonte një lartësi prej vetëm 450 metrash, çka do ta kishte bërë gjithsesi ndërtesën më të lartë në botë në fillim të ndërtimit në vitin 2002. Pasi u mor vendimi për ta shndërruar në një minare madhështore, lartësia u rrit në 600 metra. Por edhe një minare kaq e madhe nuk ishte mjaftueshme për klientin. Ata donin diçka shtesë. Në Islam, koha ka një rol qendror. Ekziston thirrja për falje që ndodh 5 herë në ditë. Ezani është thirrja e parë për falje dhe zakonisht bëhet nga maja e një minareje. Prandaj, zhderimi i strukturës edhe në një kullë ore duke si një vazhdimsi e natyrshme. Ora kishte për qëllim të prezantonte një standard të dytë kohe për krah kohës mesatare të Greenwichit. Muslimanët në mbar botën do të mund të dinin kohën atomike të saktë në Mekë. Kjo do të lejonte muslimanëve të fillonin festat dhe ngjarjet kryesore, si Ramazani, në të njëjtin moment, pavarësisht se ku jetojnë në tokë. Ekzistonte një pengesë e madhe, gjysma e ndërtesës tashmë ishte përfunduar. Në kohën kur autoritetet saudite vendosën të rrisin lartësinë dhe të shtonin kullën e orës, gjysma e hotelit kishte përfunduar. Themelet ishin tashmë të fiksuara thellë në tokë dhe ishin projektuar për të mbajtur një rrokaqiell 450 metra të lartë mbi to, jo një prej 600 metrash. Kjo e kufizoi peshën totale të ndërtesës në vetëm 82.000 tonë. Çdo ton shtesë duhej justifikuar, reduktuar ose ridizajnuar, sepse nuk ishte mënyrë të lehtë për të rindërtuar atë që ndodhej poshtë. Për krahasim,
Kulla e Shangajt, e cila arrin një lartësi të ngjashme prej 632 metrash, peshon 575.000 ton. Tani projektuesit duhet të krijonin një strukturë që të ishte e lartë, e lehtë dhe njëkohësisht jashtëzakonisht e fortë, dhe më pas ta vendosin mbi hotelin e përfunduar. Për fat, e kaluara kishte ofruar tashmë një zgjidhje. Kthehemi pas në vitin 1889. Gustave Eiffel po përgatitej të ndërtonte strukturën më të lartë të krijuar nga njeriu për ekspozitën botërore. Për të ndërtuar shpejt dhe lart dhe për të siguruar që nuk do të fundosi nën peshën e vet, ai krijoi strukturën tashmë ikonike prej hekurit të farkëtuar. Ajo rrjet i lejoi kullës të ngrihej më lart, duke shpërndar ngarkesat drejt bazës. Inxhinierët e kullës së orës filluan duke skicuar një kullë Eiffel të vendosur mbi hotelin ekzistues. Ata zëvendësuan hekurin e farkëtuar me çelik me rezistencë të lartë dhe beton, por ruajtën idenë thelbësore, një strukturë skeletike që bëhet më e hollë ndërsa ngrihet, si trungu i një peme, duke ndjekur të njëjtat parime inxhinierike si projekti i Eiffelit. Rreth këtij skeleti do të ndërtonin orën dhe minaren. Kjo kornizë lehtë u vendos mbi 5 pllaka transferimi në majë të hotelit. Sigurisht, kjo qasje solli kufizime. Për shembull, distanca ndërmjet kateve duhet ishte shumë më madhe se zakonisht. Hapësirat boshe që ulën peshën e kateve u integruan më pas në dizajn dhe u përdorën për të ekspozuar instalacione të mëdha dhe vepra arti. Pasi struktura u përcaktua, vëmendja u përqendrua në ndërtimin e orës më të madhe në botë. Arkitektët bashkëpunuan me Perot, një kompani gjermane që projekton orë që nga viti 1860. Për shkak të përmasave të orës dhe lartësisë ekstreme, sfida e parë ishte të kuptojë se si të parandalojë që akrepat të shkëputeshin nga era. U shqyrtuan disa koncepte, përfshirë një ide ku majet e akrepave do të drejtoheshin nga një shinë rrethore e jashtme, e ngjashme me buzën e një rrote panoramike ose me shinat udhëzuese të një roller coasteri. Në fund, u kuptua se kjo zgjidhje do të shtonte shumë peshë. Ajo do të sillte gjithashtu një numër të madh pjesësh lëvizëse që mund të dështojnë dhe që, herë të avon, do të kërkonin zëvendësim. Për më tepër, shina mbështetëse do të mbetej e dukshme në akrepa, duke prishur pamjen e pastër të fasadës së orës. Ajo që u nevojitej ishte vërtet një mekanizëm i lehtë, i fortë dhe i thjeshtë. Prandaj, ekipi vendosi t'i ndërtonte akrepat nga fibra karboni, të komanduar nga një motor qendror i orës, i montuar brenda faqes, mjaftueshëm i fuqishëm për të kontrolluar të dy akrepat njëkohësisht. Akrepat kanë për masa 23 metra dhe 17 metra. Për krahasim, akrepat e Big Benit janë 4.2 metra dhe 2.7 metra. Për të ulur ndikimin e erës, faqja e orës u projektua paksa konkave, duke ndihmuar në mbrojtjen e akrepave nga rrymat e forta, që në këtë lartësi mund të arrijnë deri në 200 km/h. Projektuesit kryen teste të gjera për të përcaktuar skemën e ngjyrave të orës. Po aq e rëndësishme ishte të vendosin mënyra se si ajo do ndriçojë natën, sepse lexueshmëria nga distanca të mëdha ishte thelbësore. Pas shumë provave në kushte të ndryshme atmosferike dhe me kombinime të shumta ngjyrash, u hoq dorë nga pamja klasike bardhëzi. Në vend të saj, u zgjodhen ngjyrat jeshile dhe e bardhë të ndriçuara me LED. Jeshilja dhe e bardha u përzgjodhen pjesërisht për shkak të mënyrës se si funksionon shikimi i njeriut. Kur drita jeshile përthyet në sy, ajo fokusohet më afër planit të imazhit të retinës, duke krijuar një imazh më të mpret. Ky kombinim ngjyrash siguroi që faqja e orës të mund të shihej qartë nga më shumë se 8 kilometra larg. Çdo piksel LED u vendos 105 mm larg njëri tjetrit, në mënyrë që nga distanca të dukej si një sipërfaqe e vetme jeshile dhe e ndriçme. Në total, më shumë se 2 milion LED ndriçojnë kullën. Inxhinierët duhet të mendonin edhe për aksesin e mirëmbajtjes. Brenda faqes së orës, korridore të ngushta shërbimi dhe pika ankorimi u lejojnë ekipeve të kontrollojnë instalimet elektrike, motorët dhe vulat pa i ekspozuar teknikët ndaj erës. Sistemi i kontrollit monitoron ngarkesën, dridhjet dhe temperaturën.
duke ngadalësuar automatikisht akrepat nëse kushtet bëhen të rrezikshme. Kështu, ora mund të mbetet e saktë dhe funksionale edhe gjatë stuhive, vit pas viti, me ndërprerje minimale. Në përputhje me traditat dekorative islame, fasada e kullës është e veshur me 98 milion pllaka mozaiku, secila me përmasa 20 me 20 mm. Pllakat e qelçit erdhën në 13 ngjyra të ndryshme dhe 1/3 e tyre përmban flet ari 24 karatësh. Porosia për këto pllaka ishte aq e madhe sa kompania veneciane që i prodhoi u detyrua të shpikte një metodë të re të automatizuar vetëm për të arritur prodhimin në kohë. Vetë pllakat ju nështruan testeve shumë rigoroze për të siguruar që do t'i rezistonin kushteve ekstreme të motit në maj të kullës. Pjesë të mëdha të strukturës u prefabrikuan në Dubai, një qytet që ka përvojë të madhe me megastruktura. 98 milion pllakat u dërguan atje dhe u vendosën në panelet e fasadës një nga një, krejtësisht me dorë. Mbi 100 punëtor punuan në mozaik dhe u përzjodhen vetëm pllakat më të mira, pa asnjë defekt. Pasi përfundonin, secila pjesë e fasadës çmontohej dhe transportohej me kamion përmes shkëtëtirës në një udhëtim 3 ditor drejt Mekës, ku më pas montohej sërish në vend. Edhe faqja e orës u ndërtua fillimisht në Dubai, në mënyrë që ekipi ta shihte efektin e plot me sytë e vet. Kjo shërbeu për të verifikuar strukturën, por ishte gjithashtu e rëndësishme, sepse shumë arkitekt dhe inxhinier nuk mund të hynin në Mekë për ta parë ndërtimin e përfunduar. Ndërtimi në një vend tjetër u lejoi atyre të bënin rregullimet e nevojshme. Më pas, faqja e orës u çmontua dhe u transportua edhe ajo në Mekë. Edhe maja e kullës u prefabrikua në Dubai, një strukturë në formë gjysmëhëne që ngrihet drejt qiellit dhe strehon dhomën më të lartë të faljes në botë. Brenda saj ndodhen 3 kate që përfshin dhomën e faljes, një sallë takimesh dhe një zyrë. Më në fund, erdhi momenti për të ngritur dhomën e faljes në maj. Ai ishte ndarë në disa module që të mund të transportohej me kamion drejt Mekës, por u shfaq një tjetër problem. Pika ku duhej ngritur ishte aq e lartë sa Vinci nuk arrinte dot. Me kohën që po mbaronte, ata e ngritën Vinci në kufirin e tij maksimal. 600 metra mbi tokë, montuesit e lidhur me parzmore sigurie, disa mbi gjysmëhënën, të tjerë mbi kull, u përballën me rryma jashtëzakonisht të forta. Gjysmëhëna filloi të rrotullohej në mënyrë të pakontrolluar, duke rrezikuar të dalë nga drejtimi. Një punëtor kujtonte se drejtuesi i Vincit dukej sikur po çmendej, me britma në radio dhe njerëz poshtë i bërtisnin, por ja dolën, edhe pse gjithçka zgjati shumë më tepër se sa ishte parashikuar. Edhe sot, ajo mbetet hapësira më e lartë e banueshme në çdo strukturë të ndërtuar nga njeriu. Kati më i lartë i banuar i Burj Khalifas ndodhet në 585 metra, ndërsa i kullës së Shangajit në 583 metra. Të dy zbehen përballë dhomës së faljes që ndodhet 600 metra mbi Mekë. Sot, kulla e orës qëndron si një simbol përcaktues i Mekës në shekullin e 21. Një qytet i zhitur në histori, por me një rol qendror në jetën e miliona njerëzve sot. Nuk ka asnjë ndërtesë tjetër si ajo, dhe ndoshta nuk do të ketë kurrë më. Edhe pas vitesh pune në këtë projekt, disa nga arkitektët kryesor nuk e kanë parë ende ndërtesën nga afër. Arabia Saudite po shpall tani shumë projekte ambicioze, nga qytete lineare gjigante deri te arena në shkretëtir, secili i shoqëruar me skepticizëm të ri mbi realizueshmërinë e tyre. Dhe ndonse e ardhmja mbetet e paqartë, kulla mbretërore e orës në Mekë ishte në shumë aspekte megaprojekti i parë saudit. Çfarëdo që të vi më pas, ajo mbetet një arritje jashtëzakonshme më vete dhe me shumë gjasa do t'i rezistojë kohës. Kjo ishte gjithçka për sot. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe dëshironi të shihni më shumë si kjo, abononi në kanalin ton dhe aktivizoni zilen që të njoftoni për publikimet e ardhshme.